Në mënyrën që Islanda ka pasur neve sot na kishte dënuar shumë më shumë. Për fat mirë, e kemi edhe një portier super portier i cili sot ishte shumë form, që me Ramonin ishin lojtarët kryesorë të ndeshjes sot edhe ja kanë shpëtuar ndoshta edhe prej barazimit, mos edhe prej humbjes, mos të kishim shënu edhe ato raste që i kemi humbur. U çudita kur e pash lojtari i ndeshjes ishte Amir Ramon, jo pse nuk e meriton. Notën më të madhe. Notën më të madhe, në atë kuptim. Do duhet ta fitonte portieri, Aramuric. Apo jo, me super paraqitje, super intervenime. Kemi realizuar 2 gola, po nëse do duhet ishte dikush ai më meritori që ka shpëtuar Kosovën sot ka qenë Aramuric, sepse kanë qenë spaku 3 raste por lojtarët e Islandës kanë dalë vetëm me portierin e Aramuric që ka bërë atë mrekullin. Vetëm se edhe te golli i parë Aramuric unë mendoj që ka mujt me reagu pak më mirë. Reagimi ishte pak i do, po mos e harron mbrojtja ishte për këtë arsye deshta me lidh këtë punën e Amir Ramonit te goli i parë. Po, kanë përveç që bjen mes fusha komplet. Mbrojtja është ajo e cila i përmeson. Mbrojtja bjen komplet ashtu. Reagimi i Muriqit, mirë po, reagimi i Muriqit është Dhe kjo është pritja, njëra prej pritjeve në total regjia, njëra prej pritjeve të Aramuricit që intervenon për mrekulli apo jo. Kjo është njëra prej, kjo është e papritshme, kjo ta kishte marrë gol. Futbollisti më i mirë i islandezëve. Që luan në Real Sociedad. Luan në Real Sociedad edhe këtë lojtare kishte paralajmëruar Foda para ndeshjes që duhet ta kem kujdes dhe duhet ta mbrojnë mirë futbollistët e Kosovës. Beso kur e pash një 20 vjeçar kapiten i Islandës, vërtet u befasova, u çudita. Kur e pash fush ju, edhe aq, për shkak se realizoi golin e parë mjeshtrisht, i iku mbrojtës mjaft mirë e te kaloi edhe portieri. Por te ky rasti këtu në cilin Muriqi po e bën vërtet mrekullin, nëse shihet nga afër e kushdo që e ka pa lojën nga televizori ka pa që Muriq me majet gishtave ka larguar topin këtu sepse përndryshe do të ishte gol ose epiteti i ndeshjes do të ishte krejt ndryshe. Me lojtarë të mbaj kështu e bën diferencën. Nëse ka bo gabim te goli i parë që nuk ka intervenu mirë, unë e mendoj që ose është desh me dalë me kohë, me marrë topin se u kanë më afër topit se lojtari sulmuesi i Islandës, ose nuk është desh me dalë për mu driblu, se në atë pjesë ku ka qenë lojtari i Islandës nuk ka mujt me shënu gol nëse kishte qëndru kënë port. Aja ka arsyetuar me këto mbrojtjet. E thamë edhe në fillim më e mirë është që e kemi marrë një rezultat pozitiv, edhe pse nuk duhet më shliru sepse Islanda u tregu një ekip shumë e frikshme edhe ku shkojmë atje kena me pas shumë vështirë për arsye se Kosovës. Nuk është ajo që ka qenë para disa viteve. Nuk është Islanda që ka qenë para disa viteve, vetëm është u bë ekip si para disa viteve. Se në mesin e vet ka lojtar shumë cilësor, ka lojtar individualista shumë të mirë edhe janë najer shumë mirë. Shikova formacionin ose lojtarët